Salamu alaikum, hoqë thot dua për hir të Allahut. Aleikum salam, edhe ty Allahu të dasht për hir të cilit ti më do mua. Një këshill thot si me përmirësu jetën, Allahu ta pranoft agjërimin. Amin. Allahu juve neve të gjithëve na pranoft. Këshilla si me përmirësu jetën, të lexosh, të mësosh, të studiosh rreth faktit se pra ta ndjesh në vete se vetëm ajo që e bën për Allah do të bëj dobi në botën tjetër, krejt ato tjera që e bën për njerëz nuk bëjnë dobi. Sado që njerëzit mundohen me të bëjnë diçka dobi, nuk të bëjnë dobi përveç asaj që ka shkruar Allahu. Edhe kundërta e kësaj. Andaj çish më arrit që me bind veten që vetëm ajo që bëj për Allah më bën dobi, duke shtu diturinë rreth fuqisë, bindjes, jekinit, lidhjes tënde me Zotin. E di se si fjalë duket shumë e vogël, por si kuptim edhe si projekt është shumë i madh. Pra binde veten çdo ditë duke mësuar, duke shtuar diçka se sa i fuqishëm është Allahu, sa i nevojshëm je për ta dhe vetëm në nshtrimin ndaj Zotit, në jetë i pastër, lidhja me Allahun ka me të bëjë dobi në dunja dhe në ahiret. Ka edhe gjëra tjera që vlen për këta, por unë këtë pikë ndoshta do të kisha dhënë rëndësi për momentin.